Brenda pak ditësh, një tjetër investim madhor i qeverisë shqiptare pritet të marrë jetë në qarkun e Shkodrës. Segmenti rrugor nga ura Bardheve në drejtim të Postribës do t'i nënshtrohet një rikonstruksioni të plot duke u përshtatur me të gjitha parametrat europian të një rruge. Drejtori i Autoritetit Rrugor të Veriut, Nikolin Detvukaj, zbardh për TV1 Channel edhe projektin e kësaj rruge që parashikon të gjitha elementet modern të një investimi serioz. Dje është firmosh edhe urdhni për supervizorin dhe së shpejtit do të fillojnë rruga, besoj këto ditë, do të fillojnë rruga për përfunimin e kësaj rruge shumë të rëndësishme që lidh një komunitet shumë të madh njerëzish, që lidh disa komunat kryesore në veri të Shkodrës. Është një nga rrugët më të mira, siç e kanë deklaruar të tjera, një nga rrugët më të mira që është ndërtuar në veri dhe rrezikohet në Shqipëri, do të ketë parametra një rrugë bashkëkohore europiane, do të jetë një rrugë 8 metër e gjanë, do të ketë trotuare nga 2 metër në 2 krah, do të ketë ndriçim 2 krah, do të ketë pemë 2 krah, do të ketë edhe 6 kabinë elektrike për ndriçimin e vetëm të rrugës, por edhe 2 krahve të rrugës të komunitetit. Pra është një rrugë që i jep shumë vlerë këtij komuniteti, është një nga investimet mjaft rëndësishme që është dhënë në veri dhe në qarkun e Shkodrës, pa rreth vlera e saj shkon rreth $4 milion, një investim mjaft i konsiderueshëm që i shtohet shumë investimeve të tjera që qeveria shqiptare ka dhënë për qarkun e Shkodrës mas fitores të 23 qershorit. Kjo rrugë e cila për vitesh ka qenë ndër më të amortizuarat e qarkut Shkodër, duke u kthyer në vuajtje për kalimtarët e shumtë në të, së shpejti do të prezantojë një tjetër imazh. Gjendja e mjeruar e saj do të jetë jo vetëm një realitet i së shkuarës, por me përfundimin e plot, ajo parashikohet të jetë edhe modeli i një investimi bashkëkohor për infrastrukturën rrugore shqiptare.